Liçeni Bodom është një vend i mrekullueshëm për të qëndruar në natyrë, por sot e kësaj dite nuk ka më të njëjtën famë, sepse sot liçeni Bodom është bërë i njohur, është bërë i famshëm për shkak të një masakre të tmerrshme që ndodhi. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtetë krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi video të reja. Kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë me rastin e ditës. Sot ndodhemi në brigjet e liçenit Bodom, një liçen finlandez me përmasa rreth nga 2 deri në 3 kilometra i vendosur pranë Espoo, rreth 22 kilometra nga kryeqyteti Helsinki. Është një vend i mrekullueshëm dhe vërtet i përsosur për çdo që dëshiron të shkojë në kamping. Një pyll i dendur e rrethon liçenin dhe gjithandej ndihet ajri i pastër. Është një vend sugjestiv, sidomos kur perëndon dielli, sepse krijon një pamje që sipas atyre që e kanë parë, është thjesht perfekte, her pas here dhe pak melankolike. Me pak fjalë, është një vend natyror që të fal gëzim dhe qetësi, ose të paktën dikur ashtu ishte. Por sot e kësaj dite njerëzit e përshkruajnë si një vend të frikshëm, një vend që duhet të jesh vërtet i kujdesshëm dhe mbi gjitha nuk duhet ta ulësh kurrë vigjilencën. Megjithatë, në aspektin e peizazhit nuk ka ndryshuar asgjë nga e kaluara. Perëndimet janë ende të bukura, liçeni është ende i qetë. Por kjo masakër do të ndryshonte një herë e përgjithënjë reputacionin atij vendi. Por për të kuptuar se çfarë ka ndodhur, fillimisht duhet të njohim protagonistët e historisë. Ata janë Seppo Antero Boisman dhe Nils Wilhelm Gustafos, dy 18 vjeçar dhe miq të ngushtë, fjalë për fjalë të pandashëm që kur ishin 12 vjeç. Në kohën e ngjarjes, të dy ishin në lidhje me vajza që gjithashtu ishin mike mes tyre dhe donin shumë njëra tjetrën. Majla Björklund ishte e dashura e Nils, ndërsa Anja Tulikmak ishte e dashura e Seppon. Gjithsesi, të dyja vajzat ishin 15 vjeç dhe së bashku me partnerët e tyre, ato formonin një grup ideal të pandashëm, kjo të paktën në teori. Derisa vjen dita e shtunë, 4 qershor i vitit 1960. Atë ditë ishte një ditë perfekte, pra qielli ishte i kaltër, temperaturat ishin të mira dhe ishte një ditë perfekte për të bërë pra një aktivitet në natyrë. Dhe grupi propozon që atë ditë ta kalojnë një vend të sigurt duke bërë camping. Nils dhe Seppo marrin motocikletat e tyre, marrin me vete dhe të dashurat dhe nisen nga vanta drejt brigjeve të famshme të liçenit Bodom. Pikërisht aty vendosin të ndalojnë dhe nuk mund të kishin zgjedhur vend më të mirë. Ishte perfekt për ta. Mund të relaksohen duke peshkuar, duke pirë, duke biseduar në mënyrë të gëzuar dhe ndoshta duke notuar pak gjatë orëve më të nxehta të ditës. Relaksohen dhe shijojnë kohën e lirë. Atmosfera ishte vërtet e lumtur. Me sa duket, por nuk është e sigurt për këtë gjë, ata takojnë edhe kampues të tjerë të cilët kishin ardhur për të peshkuar aty, pra për të kaluar një ditë të bukur aty. Dhe pikërisht atë ditë nuk kishte asnjë shenjë tensioni në ajër. Por atë mbrëmje, pasi grupi bën gati çadrat e tyre, futen nëpër tendat e tyre dhe shtrihen për të fjetur. Dhe mund të them që qielli atë mbrëmje ishte komplet i kthjellët, komplet me yje dhe mbi gjitha në atë periudhë të vitit dielli nuk është se perëndonte komplet dhe mund të themi që edhe në orët më të vona të natës mund të shohësh paksa dritë. Sepse kjo rrethan e bën liçenin edhe më sugjestiv, sepse ndërkohë që natyra dhe fauna përreth vazhdojnë të japin shenja jete, të paktën deri në moment caktuar, në fakt, gjatë natës në kampin e 4 miqve ndodh diçka. Seppo fillon që të ndihet paksa le të themi i trazuar dhe miku i tij Nils e vën në re këtë gjë sepse siç ju thash, pra ishte miku i tij më i ngushtë, e njinte jashtëzakonisht shumë mirë atë dhe kështu që e fton jashtë tendës për të biseduar vetëm larg vajzave, pra dhe që të peshkojnë që të dy. Kështu që në këtë pikë ato janë afër bregut të lumit, fillojnë që të peshkojnë që të dy, flasin për gjëra të ndryshme, sepse nga ana tjetër Seppo, le të themi, ishte paksa i shqetësuar, ishte paksa në ankth,
për disa arsye. E para për shembull ishte sepse kishte filluar një punë të re si elektricist dhe fakti që nuk se e dinte perfekt punën, kjo gjë mund t'i shkaktonte pra një lloj ankthi. Arsyeja tjetër ishte fakti që babai i të dashurës së tij nuk ka provonte fare lidhjen e tyre dhe kjo gjë e shqetësonte jashtëzakonisht shumë sepse në një farë mënyrë kishte një lloj vjerri që as nuk donte që ta shikonte në sy. Mbi gjitha babai i të dashurës së tij nuk kishte dakord që vajza e tij pra të shkonte të bënte camping me djemt. Pra, le të themi, ishte një person, le të themi paksa me mendësi të vjetër. Por nga ana tjetër, shoku i tij Nils pra mundohet ta ngushëllojë me fjalët e tij, por duhet thënë që edhe jeta e tij nuk se ishte perfekte, sepse një detaj, le të themi, paksa i veçantë në këtë histori ishte fakti që e dashura e Nils, që ishte Majla, kishte një të dashur tjetër dhe Majla dhe Nils takoheshin fshehuarazi. Dhe t'ju them të vërtetën, kur e mora vesh të detaj, isha paksa okay, dakord, por gjithsesi le të vazhdojmë me historinë. Kështu që të dy miq bisedojnë me njëri tjetrin duke folur për problemet e tyre, për gjërat që u pëlqenin, duke pirë bira, mbi gjitha kaluan duke folur edhe për idhullin e tyre, i cili ishte Elvis Presley, dhe në një farë mënyrë filluan që të bëhen paksa më optimist. Dhe mbi gjitha duhet të ishin më optimist sepse ishin me pushime, ishin aty për të argëtuar dhe në një farë mënyrë gjitha problemet dhe gjitha shqetësimet duhet t'i linin me një anë të paktën për një ditë. Nils kthehet në tent rreth orës 2:30 të mëngjesit, ndërsa nga ana tjetër Seppo qëndron edhe paksa jashtë dhe kthehet në tent në orën 3 të mëngjesit. Por pikërisht pas këtij momenti nuk dëgjohet asnjë zë, nuk dëgjohet asnjë tingull, nuk dëgjohet as edhe një piptim. Por pas pak vjen dikush krejtësisht i papritur. I vetmi person që arrin të shohë dritën e ditës së nesërme është Nils Gustavo. Ai atë ditë zgjohet jashtëzakonisht shumë vonë, zgjohet pasdite sepse kishte fjetur jashtëzakonisht shumë, por në momentin kur zgjohet nuk kupton se ku është, nuk kupton se çfarë ka ndodhur. Shikon njerëz rreth rrotull, fytyra të panjohura, persona që nuk i njeh dhe fiks përballë fytyrës së tij shikon një dritë verbuese dhe nuk kuptonte se çfarë ka ndodhur. Nga ana tjetër, duke parë rreth rrotull, shikon një burr i të cilin e njeh menjëherë dhe kupton që është mjek. Më pas shikon dhe disa infermiere dhe në fund nënën e tij. Të gjithë e shikojnë atë me habi, të gjithë e shikojnë me shqetësim, të gjithë duan ta ndihmojnë atë dhe Nils nuk e kupton pse duan ta ndihmojnë se çfarë ka ndodhur, pra siç u thash. Duke kaluar minutat, Nils kupton që tashmë nuk është më në tendën e tij, është pikërisht në shtratin e një spitali. Dhe në fakt ai kishte dhimbje të tmerrshme në kokë, në fytyrë, në krah, por dhimbjet më të tmerrshme i kishte pikërisht në nofull dhe çdo fjalë që fliste, çdo gërm që nxirrte ishte një agoni e vërtet për të. Në atë moment, ai nuk e di se pse ndodhet aty, nuk e di se çfarë ka ndodhur. Ka një lloj amnezie aq të thellë saqë duket tmerrsisht që është i traumatizuar. Dhe mbi gjitha ka frikë, një frikë instinktive dhe ai vet nuk e kupton se pse ka këtë lloj frike. Pas pak çastes fillon që të kujtojë diçka, por në mënyrë paksa të paqartë. Kujton natën e mëparshme në tent, të cilin kishte parë një burr të madh, me buzë të trasha dhe me një lloj shikimi rrënqethës që kurrë nuk do ta harronte. Por këto kujtime ishin shumë të paqarta dhe nuk është se i vinë shumë gjëra në mendje. Dhe teksa po u shpjegonte njerëzve pra këto kujtimet e tij të paqarta, në moment i kujtohen miqtë e tij, ku ndodheshin ato. Dhe pikërisht në ato momente Nils kupton që tashmë Seppo, Majla dhe Anja, që të tre kishin vdekur, dhe Nils ishte i vetmi i mbijetuar i masakrës në liçenin Bodom. Ai ishte zimi më i keq i jetës së tij. Sapo fillon që të ketë paksa një lloj thellësie, fillon që të shpjegojnë gjithçka se çfarë ka ndodhur. Dhe Nils kupton që rreth orës 4 deri në orën 6 të mëngjesit, një person i pa identifikuar është afruar në tendën e tyre dhe me anë të një thike ka prerë mbajtësit e tendëve duke bllokuar pra djemt brenda. Dhe me anë të një objekti që në fillim supozohet që të ishte një gur dhe më pas thik, ka filluar që të godas që të 4 të rinjt në mënyrë shumë brutale. Por nga ana tjetër disa persona, pra autoritetet në këtë rast, pra mendojnë që mund të ketë qenë edhe një
tup metalik. Pra nuk është e sigurt nëse ka qenë një gur, nëse ka qenë një thik, apo ka qenë një tup metalik. Por një gjë është e sigurt, me anë të këtij objekti, ai ka goditur që të 4 të rinj, siç u thash, në mënyrë brutale. Mjeku i shpjegon Nils se si kishin vdekur që 3 miqtë e tij dhe mbi gjitha i thotë që ti je vetëm i mbjetuar dhe kjo gjë fatmirësisht që je i mbjetuar. Nga ana tjetër, çdo informacion, çdo detaj që merr Nils për të ishte një traumë e vërtet. Megjithatë, mjeku nuk i thot çdo gjë, nuk i thot çdo detaj të mundshëm, por këto detaje Nils do t'i mësoj kohë më vonë. Dhe pikërisht këto detaje do të ishin shumë të rëndësishme dhe shumë thelbësore dhe mbi gjitha shqetësuese. Shumë përpara që Nils të zgjohej në spital, kishin ndodhur disa gjëra. Kështu që le të kthehemi pas në kohë përpara se djaloshi të zgjohej. Pikërisht në orën 6 të mëngjesit, disa le të themi kampistë të tjerë ndodheshin aty duke parë zogj. Dhe pikërisht në atë moment shikojnë një burr duke dalë nga tenda e të rinjve. Në fakt, ato nuk arrin që ta përshkruajnë jashtëzakonisht shumë mirë sepse burri ndodheshte shumë larg dhe megjithatë nuk e pa në fytyrë, por thanë që në momentin që doli ky burr pra nga tenda e të rinjve, u larguan në një drejtim, pra një rrugë që ato nuk e njihnin. Gjë që përshkruan ishte që ky burr ishte me flok bjond, kishte një trup mesatar, pra paksa të shëndosh, pra le të themi një trup normal, mbi gjitha kishte veshur një palë pantallona të errët dhe një lloj bluze ose xhakete ngjyrë të çelët. Por po atë ditë, para zimit të Nils në spital, një peshkatar me sa duket ka parë të njëjtin burr bjond që kishin parë kampistët e tjerë. Dhe pikërisht po atë ditë, rreth orës 11 të drekës, një marangos i cili quheshte Risto ka kaluar afër tendës së të rinjve dhe është afruar aty sepse ka parë diçka që nuk shkon, mbi gjitha që të shikonte gjak rreth rrotull dhe në momentin kur hapi tendën, shikon 4 trupat e pajetë të rinjve dhe pikërisht në atë moment telefonon policinë. Dhe me sa duket, nëse Risto nuk do të kishte kaluar pra në tendën e të rinjve, nuk do të kishte njoftuar, sot e kësaj dite Nils nuk do të kishte mbjetuar. Rreth orës 12 të drekës mbërrin menjëherë agjentët e policisë dhe skena për ta ishte e llatarshme. Një nga skenat më të tmerrshme në gjithë punën e tyre sepse nuk kishte ndodhur shpesh që të kishin një masakër të tillë dhe mbi gjitha i kishin kapur në befasi. Sepo dhe Anja ndodheshin nën pëlhurën e tendës dhe në trupat e tyre dukeshin dukshëm pra plagët që kishin marrë në qafë dhe në gjoks. Por plagët më të tmerrshme ose plagët i themi vdekjeprurse kishin qenë ato në nofull dhe në kafkë dhe pjesët e tjera të trupit ishin të shkatruara, pra fjalë për fjalë. Por nga ana tjetër u përcaktua se djali, pra Sepo, me shumë gjasa, ka vdekur nga mbytja me gjakun e tij. Anja ndodheshte pranë Sepos dhe ndodheshte në pozicion fetal dhe kishte nofullën komplet të thyer. Nga ana tjetër kishte marrë 2 goditje të forta në kokë me një objekt të fortë. Por pas ekzaminimit që u bë, pra pas vdekjes së saj, u kuptua që ajo kishte mbetur gjallë pra 2-3 orë pas sulmit dhe pikërisht ato 2-3 orë që kishte qenë gjallë duhet të ketë vuajtur jashtëzakonisht shumë. Më pas mbi tend ose brenda saj, pra sipas burimeve të autoriteteve, kjo gjë nuk është e sigurt, ndodheshte Majla dhe mund të themi që gjendja e saj ishte katastrofike, sepse me sa duket agresori ishte përqendruar më shumë tek ajo, sikur Majla të ishte ajo viktima e preferuar. E gjithë dhuna e tmerrshme ishte bërë tek ajo dhe mbi gjitha nuk dihet arsyeja sepse. Nëse ishte një arsye e vërtet apo thjesht ishte një rastësi, duhet të dini që Majla nga mesi e poshtë ishte e zhveshur. Me sa duket, dikush i ka hequr me forcë pantallonat, sepse njëra këmbë ishte komplet e lirë, ndërsa këmba tjetër kishte akoma pantallona të veshur, por këto pantallona ishin deri në gjysmë të kofshës. Dhe duhet thënë që vajza kishte vdekur nga 3 goditje që kishte marrë në kokë, por pas vdekjes së saj, sulmuesi i kishte dhënë dhe 15 goditje si në fytyrë dhe në qafë. Dhe me sa duket, pra siç u thash në fillim, Majla Qenka paska qenë, le themi, ajo viktima e tij e preferuar, sepse tashmë vajza kishte qenë e vdekur pas goditjeve që kishte marrë në kafkë, por gjithsesi sulmuesi e kishte qelluar edhe 15 herë të tjera. Majla ishte e dashura e Nils, që Nils ishte i mbjetuar dhe fakti që
ajo ishte në gjendje të tillë ishte paksa vërtet e çuditshme dhe mbi gjitha në vendngjarje nuk u gjet asnjë provë tjetër thjesht për faktin që të tre viktimat ishin përpjekur që të mbroheshin pra me gjitha forcat e tyre. Dhe kjo gjë ishte vërtet e tërishë sepse me sa duket kuptohet që ato ishin përpjekur të mbroheshin, ishin përpjekur të dilnin nga tenda, por pa sukses. Dhe në momentin kur mbërrin forcat e policisë, Nils ishte i vetmi i mbijetuar, ishte akoma gjallë, por duhet thënë që plagët e tij ishin vërtet të rënda. Ai kishte marrë një goditje të fortë në pjesën e pasme të kokës, e cila i kishte shkaktuar një tërënditje cerebrale. Noflla e tij ishte thyer dhe kishte një prerje në faqe që ja kishte hapur fare mishin. Për më tepër, ishte goditur aq fort në kokë sa nga hunda i dilte lëng cerebrosinal dhe ishte e sigurt që kishte tentuar të mbrohej, por ndodhej në një gjendje vërtet të tmerrshme. Po atë mëngjes, pra pas zhimit të Nils në spital, agjentët gjenë ditarin e malës, i cili ishte komplet i rruzosur dhe kishte një lloj gjaku, dhe pikërisht në ditar ishin shkruar 4 fjalë. Fjalët e para që ishin shkruar ishin camping në liçenin Bodom. Fjala e dytë që ishin shkruar ishte Seppo dhe Nils janë dehur. Fjala e tretë që ishin shkruar ishte zgjimi në orën 2 të mëngjesit dhe e katërta që ishin shkruar ishte pra që Seppo po peshkon. Por në këtë fjalin e katërt, le themi, ose në frazën e katërt, disa burime online thonë që nuk ka qenë shkruar pra Seppo po peshkon, po ka qenë shkruar që Seppo ndodhet në pyll. Por gjithsesi kjo gjë pra konsiderohet si një provë që të rinjt ishin jashtëzakonisht shumë mirë pra deri në orën 2 të mëngjesit dhe pas atij orari ka ndodhur diçka e tmerrshme. Përveç kësaj u gjet edhe një objekt i dyshimit si KL fjastëku, i mbështjell me elastik dhe i njëllosur me gjak, ku zbuluan dhe gjurmë të lëngut seminal. Gjaku rezultoi që ishte një përzierje e disa personave, ndërsa lëngu seminal nuk i përkiste asnjërit prej të rinjve. Ky zbulim i bën hetuesit të mendojnë që mund të ketë qenë edhe një person tjetër aty, por kjo gjë jo domosdoshmëri sepse kjo gjë mund të jetë lënë edhe nga vizitorët e tjerë që kanë qenë aty, sepse është paksa e pabesueshme që dikush ta ketë vendosur atë qëllimisht vetëm e vetëm për të devijuar hetimet. Hetuesit gjatë kërkimeve vënë re dhe gjëra të tjera të çuditshme, të tipit që mungojnë sendet personale të të rinjve. Pra, në një farë mënyre mungonte xhaketa e lëkurës së Seppos, mungonin portofolat e të rinjve, mjetet e identifikimit, megjithatë mungonin çelësat e motocikletave të djemve dhe megjithatë motocikletat ndodheshin aty, nuk ishin vjedhur, pra nuk ishin lëvizur fare nga vendi dhe gjatë kërkimeve që u bën u gjetën edhe këpucët e Nilsit, pra që ndodheshin 500 metra nga tenda të fshehura në një shkurre. Dhe gjitha këto gjëra le të themi që u gjetën e bëjnë rastin shumë më të çuditshëm dhe akoma më ndërlikues. Që në shikim të parë, agjentët vënë re disa elementë të çuditshëm dhe menjëherë hapin ato pistat e para dhe hetimi i parë ose pista e parë ishte le të themi më e çuditshmja, por në atë kohë ishte më e besueshmja, pra që Nils të kishte qenë vrasësi. Dhe a është e mundur kjo gjë? Sepse një farë mënyre edhe ai kishte marrë plagë jashtëzakonisht shumë të rënda. Dhe a është e mundur që ai vetë ja kishte bërë pra këto plagë vetes së tij, pra është paksa e pamundur. Nga ana tjetër e dashura e tij ishte vrarë pra në mënyrë të tmerrshme dhe siç u përmenda më sipër, sikur kishte qenë ajo viktima e preferuar. Nga ana tjetër policia mendon që ndoshta Nils ka pasur një bashkëpunëtor, por për një arsye le të themi të paqartë, ky bashkëpunëtor i ka dalë kundra Nils dhe ka tentuar që ta vrasë, por pa patur sukses. Por këto, siç ju thash, nuk ka fare le të themi prova, janë vetëm hipoteza, janë vetëm spekulime dhe përveç spekulimeve, hetimet nga ana tjetër nuk po shkonin fare mirë. Ndërkohë që Nils po rikuperohej në spital, nga ana tjetër agjentët nuk është se po bënin një punë të shkëlqyer. Në momentin kur u gjetën trupat dhe Nils u çuan në spital, agjentët nuk e rrethuan fare zonën e krimit dhe pikërisht në këtë moment shumë kurioz, shumë qytetar, shumë gazetar filluan që të shkelin pra në zonën e krimit, gjë që nuk mund të bëhet kurrë. Por nga ana tjetër, duke qenë se ishim në vitet 60, teknologjia nuk ishte aq sa e avancuar dhe në një farë mënyre hetimet bëheshin një lloj mënyre tjetër, pra zhvilloheshin një mënyrë tjetër që sot mund të konsiderohet e vjetër dhe mendohet që shumë turistë kanë marrë le të themi disa
sende që ishin të rëndësishme për rastin i kanë marrë si suvenir me vete. Dhe shumë gazetarë pra kanë shkelur skenën e krimit, janë prekur shumë gjëra dhe skena e krimit është komplet e kontaminuar dhe në një farë mënyre pra është krijuar një lloj kaosi i madh. Kur gjithçka u vu në letër, agjentët menjëherë kuptuan që nuk kishin fare të përgatitur për një rast të tillë. Mbi nuk u morën as mostrat e ADN-s të personave që kishin vdekur, as të Nils, por edhe nga ana tjetër, edhe nëse do merreshin mostrat e ADN-s, ADN-ja nuk është se ekzistonte në atë kohë, pra një farë mënyre nuk ishte aq e avancuar teknologjia siç u thash, sepse ishin vitet 60. Por nga ana tjetër, të gjitha sendet e humbura, pra që u kërkua në fillim, pra që ishin humbur, jo portofolat, jo mjetet e tyre të identifikimit nuk u gjetën kurrë. Hetuesit vendosën që të përqendroheshin tek Nils, tek mënyra se si e tregonte ai ngjarjen, tek mënyra se çfarë kishte ndodhur atë natë, duke i bërë sa më shumë pyetje me shpresën që dëshmia e tij do të përputheshte pra me dëshmitë e dëshmitarëve okular. Fatkeqësisht nuk arritën të merrnin një lloj identikiti të qartë dhe për këtë arsye i drejtohen një qasje tjetër, pikërisht hipnozës, pra një farë mënyre që Nils të kujtonte diçka më tepër. Por për sa i përket hipnozës, ka shumë polemika mbi efektivitetin e saj. Por gjatë hipnozës, Nils tha disa gjëra vërtet interesante. Ajo që po shihni është skica e një identikiti, rezultati i asaj hipnoze. Siç shihet, është mjaft shqetësuese dhe në fakt përputhet si me përshkrimin e dhënë nga Nils më parë, ashtu dhe me deklaratat e dëshmitarëve. Dhe sa është e besueshme e gjithë kjo, dhe megjithatë a mund t'i besohet asaj që ai tha nën hipnozë, pra kur ishte nën hipnozë, dhe mund të them që kjo është një nga misteret e kësaj historie. Megjithatë, identikiti u mor shumë seriozisht sepse ngjante shumë me një person të caktuar dhe në total ishin 4 ose 5 persona të dyshuar, duke marrë pra dhe Nils siç ishte dhe i dyshuar kryesor, po për të do flasim më vonë. Personi i parë i dyshuar pra përshkruhej si një person i vrazhët, arrogant, i rrezikshëm, me emrin Karl Valdemar Glistrom, i cili ishte 51 vjeç. Ky burr punonte rreth 800 metra larg vendit të krimit dhe menaxhonte një kiosk pijesh në kamping. Ai ishte praktikisht i urryer nga gjithë. Ai urrente zhurmën, urrente kaosin, mbi gjitha urrente edhe kampistët, që kampistët ishin klientët e tij kryesor. Ai njehte shumë në atë zonë sepse shpesh priste çadrat e kampistëve me një thikë të cilën e mbante gjithnjë me vete. Nga ana tjetër u hidhte shpesh gurë ciklistëve që kalonin aty vetëm për t'i rrëzuar ose për t'i larguar. Gjëja që urrente më shumë ishin hajdutët, ose më saktë ai që konsideronte hajdut, njëherë kishte qelluar 2 persona me armëzjarri sepse i konsideronte pra që ishin hajdut dhe thoshe që ishin drejtuar drejt rrugës pra për në shtëpinë e tij për ta grabitur. Në përgjithësi, paranoja dhe mania e kontrollit dhe obsesionit të Karl në bën një person, le të themi, shumë të rrezikshëm, një person që nuk duheshte pra ta takoje në liçenin Bodom. Nga ana tjetër, nuk është se kishte një arsye, le të themi, të vërtet, le të themi, për të vrarë 3 të rinj, por thjesht fakti që ky person kishte tipare psikopatike. Mendohet që vrasësi të jetë sjell në mënyrë më brutale me malën, pra nëse e mbani mend që supozohet që ishte viktima e tij e preferuar, mendohet që Majla ka bërë, le të themi, shumë zhurmë gjatë sulmit dhe për këtë arsye ky i fundit pra e urrente zhurmën dhe për këtë arsye është marrë më shumë me atë. Më vonë u zbulua që njëra nga viktimat, pra Sepo, atë ditë kishte shkuar në kioskën e tij për të blerë disa pije dhe ishte pra shërbyer nga gruaja e Karl. Kjo e fundit i kishte thënë pra për kampistët e rinj që kishin ardhur dhe siç u thash pak më sipër, pra Karl i urrente kampistët. Nga ana tjetër, të nesërmen, pasi u gjetën 3 trupat e pajet të rinjve, një person kishte shkuar në kioskën e tij dhe i kishte thënë gjithë ngjarjen, por ky nuk kishte shfaqur asnjë lloj interesi, pra i ishte jashtëzakonisht shumë i qetë, sikur nuk kishte ndodhur diçka. Dhe pikërisht po atë ditë ai kishte mbyllur një pus që ndodheshte në shtëpinë e tij dhe mendohet që në këtë pus mund të ishin gjitha ato sendet e humbura që nuk u gjetën pra në skenën e krimit. Por nga ana tjetër, ai u mor menjëherë në pyetje nga policia dhe gjatë gjithë kohës që u mor në pyetje, pra silleshte në mënyrë shumë të vrazhët dhe në mënyrë arrogante. Hetuesit e kuptuan menjëherë që tek ai kishte diçka që nuk shkonte, por në fakt gruaja e tij e mbrojti atë jashtëzakonisht shumë mirë, edhe pse ato të dy nuk është se kishin ndonjë lidhje të fortë,
fortë, por mund themi që ajo i krijoi atij një alibi, duke thënë që në momentin kur ndodhi sulmi, ai ndodheshte së bashku me të në shtëpi duke fjetur. Dhe nga ana tjetër shton që ajo e kishte gjumin aq të lehtë saqë nëse Karl do të kishte dalë nga shtëpia, ajo do ta kishte ndier menjëherë. Por le të themi kjo nuk është se ishte një provë ose një lloj justifikimi shumë i fortë. Edhe pse hetuesit kontrolluan shtëpinë e tij, në fakt nuk gjetën asgjë. Por në fakt, pikërisht atë ditë, më 6 qershor, një ditë pas masakrës, u bë një foto ku Karl u shfaq pa bluzë dhe pa asnjë gërvishje në trup, gjë që do ta bënte të pamundur që ishte vrasësi. Në vitet në vijim, ai u tha disa miqve se ishte ai që kishte vrarë të rinjt, por hetimet e policisë i konsideruan këto deklarata të pavërteta. Në vitin 1969, fiks 9 vite pas masakrës, Karl u mbyt në liçenin Bodum, ndoshta një lloj vetvrasje, por dyshimet mbi të kur nuk kishin të forta. Por në këtë pikë le të kthehemi pas në kohë, fiks në momentin kur filluan kërkimet në 13 qershor në vitin 1960, dita e funeralit. Edhe pse lajmi kishte provokuar një shok dhe një bujë të paparë më parë, shumë njerëz ndjekin automjetet që shoqërojnë trupat e pajet. Mes turmës ndodhet dikush mjaft i çuditshëm. Siç shihet nga kjo foto e bërë gjatë funeralit, ky burr ngjan shumë me identitetin e krijuar fal dëshmive të Nilsit. Megjithatë, duket se gjatë ceremonisë askush nuk ka vënë re praninë e tij. Vërtet e çuditshme. Pasi pan këtë foto, shumë njerëz u bindën që ai ishte pikërisht vrasi dhe madje arritën të gjetin dhe emrin dhe mbiemrin e tij. Ai burr ngjante shumë me personin në foto. Ky burr do të jetë i dyshuari i dytë, migranti gjerman Has Asman. Has jetonte në një shtëpi të vogël me bashortën e tij, më pak se 5 kilometra larg liçenit Bodom. Një ditë pas masakrës, ai u shtrua në spitalin Helsinki duke u ankuar për dhimbje të forta stomaku. Sapo mbërriti atje, humbi ndjenjat. Megjithatë, mjeku vuri re që burri po përpiqej qëllimisht t'i mbante syt mbyllur, ndaj mendoi që po shtirej. Por kur mjeku e ngacmoi pak pra sa për ta provuar, ai u zgjua menjëherë dhe filloi që të shante personelin e spitalit dhe filloi që të kërcënonte duke kërkuar që do të kërkonte një trajtim. Për të pranishmit, ai ishte një person shumë i përqëndrueshëm, kishte thonjë të pistë, kishte këpucë të mbuluara me baltë, mbi të gjitha veshjet e tij kishin njolla të kuqe. Nga ana tjetër, kur identiteti u shpërnda kudo, shumë persona mendonin që ai ishte i dyshuari dhe mbi të gjitha në momentin kur u shpërnda identiteti, Hans spreu menjëherë flokët pra për të mos të ngjarë me fotografinë që kishte publikuar policia. Por edhe historia e tij është mjaft enigmatike, ka shumë zëra kontradiktore dhe pak informacione të besueshme. Sipas burimeve, ai kishte shërbyer në ushtri gjatë luftës së dytë botërore dhe kishte qenë një nga rojet e kampit të përqendrimit. Të tjera thashë theme thonë që ai ka qenë i burgosur ose madje antar i shërbimeve sekreta sovjetike. Pavarësisht së kaluar së tij të errët dhe dyshimeve, gjatë hetimeve nuk u gjetën prova për ta akuzuar. As nuk u bë testi ADN-s, pasi në atë kohë, pra siç u thash, nuk ekzistonte ende kjo teknologji. Por Hans kishte një alibi. Ditën e krimit, ai ndodheshte në Helsinki së bashku me të dashurin e tij, dhe kjo gjë në fakt u konfirmua edhe nga familjarët e tij. Megjithatë, përpara se të vdiste, ai rrëfeu për një krim i cili kishte ndodhur në Finland, por kur nuk përmendi liçenin Bodom. Por kur u konfirmua pra ky lloj krimi, kur u hetua mbi të, u kuptua që ai nuk kishte fare lidhje me të dhe shumë njerëz e konsideruan atë gënjeshtar. Por edhe nëse Hans do të kishte pasur sekrete, një gjë është e sigurt, i ka marrë me vete në varr. Një tjetër person në radaret e hetuesve ishte i dyshuari i njohur si Kiviti Tasaku, një djalë rreth të 20-tave, i njohur sepse mbante një këllëf jastëku të mbushur me gur, të cilin e përdorte kundër njerëzve që nuk i pëlqente. Ai u mor në konsiderat për shkak të këllëfit të jastëkut të njëllosur me gjak të gjetur pranë vendit të krimit. Siç u kujtohet, ai nuk i përkiste as viktimave apo as të ndonjë të dyshuari tjetër. Me që kishte gjurmë gjaku dhe lëng seminal, pra ishte menduar që ndoshta mund t'i përkisin pikërisht këtij personi, por në fakt nuk u gjet asnjë provë për të inkriminuar atë. Në këtë pikë hetuesit ishin shumë të dëshpëruar, saqë edhe për të dyshuar morën edhe të dashurin e Majlës. Nëse ju kujtohet, Nils dhe Majla pra takoheshin fshehur azi dhe mendohet që mund kishte qenë një krim pasionant. Por pse i dashuri i Majlës, pra duhet ta linte Nilsin gjallë dhe mbi të gjitha, pse duhet ishte përqendruar më shumë te vajza? Por kur ndodhi masakra, gjitha këto që u përmenda pak më sipër nuk janë pista hetimore, pra me prova, por janë vetëm spekulimet që janë bërë nga vetë autoritetet.
Pra, një farë mënyre se çfarë ka ndodhur vërtet, edhe sot e kësaj dite nuk ka një përgjigje. Dhe për këtë arsye, kjo lloj historie pra është një enigmë e vërtet, sepse edhe sot e kësaj dite nuk u gjetur arsyeja, pra ose le të themi personi që ka bërë atë masakër. Në vitin 2004, Nils ishte 62 vjeç dhe mund të them që ai ndoshta mund ta kishte lënë pas krave të tij këtë histori, por me sa duket kështu mendonte ai, por me hyrjen e një vjeçari të ri, autoritetet të vendosën që të rifillonin edhe një herë çështjen duke le të themi korrigjuar gabimet e hetuesve që ishin bërë në vitet 60 dhe mbi gjitha përdorën edhe teknologjinë më të avancuar të ADN-s, pra një farë mënyre donin që të nxjerrin me patjetër që Nils ishte fajtori i gjithë kësaj masakre. Të gjithë të dyshuarit e tjerë në vitin 2004 tashmë kishin ndërruar jetë dhe i vetmi që ishte gjallë ishte Nils. Dhe pas mbledhjes së provave dhe gjitha le të themi akuzave kundër tij, ai u dërgua në sallën e gjyqit. Rasti pas shumë vite shteshtje u rikthye në vëmendjen publike dhe gjithë bota filloi të fliste sërish për të. Mediat raportuan çdo dyshim mbi Nils, duke marrë pothuajse atë të sigurt që ishte fajtor, dhe kjo gjë i dëmtoi rënd imazhin dhe reputacionin e tij, humbi punën, u izolua dhe u urrye nga shumë njerëz. Por cilat ishin këto prova të reja që kishin gjetur dhe mbi gjitha, a ishin vërtet kaq të forta dhe inkriminuese? Akuzat kundër Nils ishin shumë të rënda dhe sipas prokurorisë ishin të provueshme dhe për këtë arsye ai qëndroi për gati një vit në burg derisa priti datën e gjyqit të tij, që ishte më 4 gusht të vitit 2005. Dhe pikërisht më 4 gusht të vitit 2005 në sallën e gjyqit u paraqitën provat e vjetra të cilat pra ato që kishin mbijetuar dhe mbi gjitha këpucët e Nils, të cilat ishin gjetur 500 metra pra nga vendi i krimit në atë shkurren ku ishin fshehur. Këto këpucë u analizuan me teknologjitë më të reja dhe një test i ADN-s tregoi që kishte spërkatje gjaku mbi to. Por gjë më e çuditshme ishte se në këto nuk u gjet ADN-ja e Nilsit. Këpucët ishin të tija dhe vetë ai kishte humbur shumë gjak kur u gjet, por gjithsesi rezultati ishte i tillë. U konstatua gjithashtu se duke qenë që gjaku ndodheshte vetëm në pjesën e jashtme të këpucëve, kushdo që kishte kryer krimin mund të kishte veshur ato gjatë aktit. Disa persona dëshmuan dhe kundër tij, siç ishte një grua që tha që atë natë ndodheshte në kamp pranë në liçenin Bodom dhe kishte parë atë natë Sepon dhe Nilsin që të ziheshte me njëri tjetrin. Por gjë e çuditshme është fakti që pse kësaj gruas, pra ju kujtua, pra i erdhën mend 44 vite pas si kishte ndodhur ngjarja dhe nuk e tha këtë detaj të rëndësishëm në momentin kur ndodhi ngjarja, sepse do ishte një gjë le të themi vërtet shumë e rëndësishme për të zgjidhur rastin. Disa dëshmitar të tjerë konfirmuan që Nils kishte pasur le të themi konflikte xhelozie me Sepon, nga ana tjetër disa thonë që Nils donte vetëm të vriste të dashurin e tij, pra Majlën, dhe Sepo dhe Anja ishte thjesht pengesa dhe duhet të heqeshin qafe, por gjithsesi provat ishin goxha të dobta. Por për sa i përket çështjes së këpucëve, kjo gjë ishte shumë e dyshimt, por gjithsesi nuk se provonte le të themi fajsinë e tij. Mbrojtja për këtë arsye argumentoi se këpucët kishin qenë jashtë tendës kur ato kishin shkuar për të fjetur dhe kushdo mund t'i kishte marrë dhe i kishte përdorur pra për të kryer krimin. Në fund të fundit shumë persona e bën fajtor Nils, pra supozohet që ai të ishte i dyshuar kryesor, ai të ishte fajtori i gjithë masakrës. Por gjë më e çuditshme, le të themi dhe pyetja më e rëndësishme është pse pra supozohet që nëse ai do t'i kishte vrarë të tre, pse duhet i kishte çuar këpucët 500 metra larg tendës dhe në momentin kur është kthyer në tendë, pra supozohet që të jetë kthyer me çorape, pse çorapet e tij ishin të pastra, pra nuk ishin njolla balte, nuk ishin njolla gjaku, sepse nëse ka lënë këpucët është kthyer me çorape, sepse ndryshe nuk ka mundësi që të jetë kthyer në tendë, vetëm të ketë fluturuar. Dhe kjo gjë, le të themi, kjo pyetje nuk ka një përgjigje konkrete. Dhe mbi gjitha si mund të kishte arritur pra që t'i kishte bërë vetes ato plak aq të rënda, sepse kujtoni, nuk se ishin thjesht gërvishe të lehta, por ishin plak të rënda që kishin depërtuar komplet faqen dhe mbi gjitha kishte plak të rënda në qafë, sepse akuza nga ana tjetër mendonte që ai mund t'i kishte bërë
këto plagë duke goditur veten pra pas një peme ose pas një shkëmbi, por kjo gjë pra binte me njëherë poshtë, sepse siç u thash, plagët ishin jashtëzakonisht shumë të rënda. Dhe pastaj janë edhe sendet e vjedhura, pra pse do t'i kishte vjedhur, ku i ka fshehur, pra kishin gjëra që nuk bënte shumë sens, nuk kishin shumë kuptim. Dhe në një farë mënyre akuza, le themi, nuk kishte më prova të tjera dhe le themi hipoteza që Nils ishte fajtor filloi që të humbte atë besueshmërinë. Për më tepër, gruaja që kishte thënë, pra që kishte parë Nils duke u grindur me Sepon, tha që ishte një gënjeshtër e madhe sepse kishte bërë këtë gjë vetëm për përfitime personale dhe dëshmi të tjera dolën pra që ishin gënjeshtra dhe me pak fjalë akuza pra nuk kishte më asgjë në dorë. Pra për ta përmbledhur një herë mirë, nuk kishte prova fizike që ta lidhin Nil me masakrën. Nga ana tjetër, provat që ishin gjetur ishin të paqarta, mbi gjitha motivi ishte vetëm një spekulim dhe për këtë arsye Prokuroria më 7 tetor të vitit 2005 e shpalli Nil të pafajshëm nga gjitha akuzat. Nga ana tjetër, prokuroria nuk bëri më fare apel dhe vendimi ishte përfundimtar. Si përfundim, Republika e Finlandës u detyrua të paguante Nilsin 44.000 euro si dëmshpërblim për dëme morale dhe dëme psikologjike gjatë gjithë procesit. Por në përfundim çështja mbeti e pazgjidhur, sipas ligjit pra Nilsi është i pafajshëm, por për një arsye apo për një tjetër ka shumë gjëra që nuk përputhen, ka shumë gjëra që janë mistere dhe për mendimin tim është një nga historitë, le të themi, më misterioze që kam dëgjuar ndonjëherë, sepse dua të di kush e bëri dhe mbi gjitha pse. Por sipas meje, ndoshta fajtor është një nga personat që folën më sipër, pra që kanë vdekur, por ADN-t e tyre nuk u morën sepse hetimet normale nuk u bën siç duhet, pra është një histori që ka shumë pikpyetje, por në fakt e pres edhe një mendim nga ju në komente, siç u them gjithmonë, më shkruani poshtë mendimin tuaj. Në këtë pikë ju përshëndes dhe ne do shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, ciao ciao.